Premiera e serialit të parë shqiptaro-amerikan American Dream në datën 27 prill jepet premiera e filmit të parë shqiptaro-amerikan American Dream. Është një serial filmik mbi jetën e shqiptarëve në Amerikë, por peripeci, dëshirat, sakrificat e ëndrat e tyre në dheun e huaj, i cili u bë shtëpia e tyre e dytë. Më në fund, le ta njohë bota kulturën shqiptare për përpjekjet tona të mëdha për ta ruajtur atë. Në këtë serial punon një ekip i njohur si për shqiptarët ashtu dhe amerikanët, një ekip me çmime të mëdha kombëtare deri në Hollywood. Aktori dhe producentja e serialit Vlora Nikçi tha se po bëhen përgatitjet e duhura që kjo premierë të jetë sa më madhështore, duke pasur nga një koncert gala në nivel të lartë me soprano, tenor dhe instrumentistë të njohur shqiptar nga gjithë bota. Artistë të tjerë që do performojnë në gala në natën e premierës janë Dëshira Ahmeti, soprano, Kreshtin Gishabjaku, tenor, Donika Uçniqi, soprane, Ria Dymeri, tenor, Kimi artist, Arjan Kërliu, këngëtar, në interpretimin e Lahutës Malsis, aktori Armen Paloku, vllazim klasik nga Adel Lami, balerinë Krisi Dalipi, balerinë instrumentistët Elis Loshi në piano, Klajdi Cërriku në filharmonik, Margaret Radovani në violinë dhe Ditezha në kitar.